është një kërkesë domethënë e Bashkimit Evropian që nuk mund të eksportosh produkte të cilat nuk kanë lëndën e parë domethënë certifikuar. Që i bjen ndrurën këtë rast. Kryesisht domethënë ky sektor bën furnizimin e vet me lëndën e parë nga vende si Bosnia, të cilat kanë pothuajse gjitha pyet certifikuara. Mirë po, me zhvillimin e metodologjisë re për planin të menaxhuese në bazë të funksionit ofron bazën domethënë për hartim për procesin e certifikimit. A mund ta bëjmë na certifikimin e pyjeve dhe çfarë duhet për të bërë kjo? Pjesa e certifikimit të pyjeve, kërkesa kryesore domethënë apo edhe arsyeja pse kërkohet certifikata është që siguron që pyjet e atij vendi apo ato pyje ku janë marrë këto produkte janë menaxhuar në formën e duhur. Nuk janë dëmtuara nga aspekti domethënë e prerjeve ilegale, smundjeve, po ashtu domethënë i kanë të integruar edhe kujdesen domethënë për vlerat e biodiversitetit, që janë pjesë e ekosistemit pyjor, nuk menaxhohet pylli si pyll, mirë po si tërësi domethënë si ekosistem. Në këtë rast domethënë kjo metodologji e re, kjo çështje e re domethënë që tani ka filluar, do të ofrojë domethënë mundësinë Kosovës që të fillojë edhe me procesin e certifikimit.